Ti drejtojmë edhe fëmijëve që po na ndjekin, se emisioni Familja Jonë është një emision familjar dhe këtë gjeneratat na shikojnë. Pikërisht këto, mësimet, ligjëratat që i keni bë në kontakt fizik, ti bëjmë edhe përmes emisionit. Cilat janë ato zakone që fëmijët miq tanë që po na ndjekin duhet t'i dinë dhe t'i njohin? I kemi mësu fillimisht që diellin e duam, po e duam me mas. Ka një orar kur nuk duhet ekspozohen gjatë periudhës verës kryesisht, që është ora 10 deri në 4, shumë e rëndësishme. Nëse janë jashtë duhet kenë veshje mbrojtëse, kremi i diellit, një SPF 30 deri në 50 do ishte ideal për regionin gjeografik ku gjendemi, dhe i kemi mësuar që duhet ta aplikojnë çdo 2 orë sepse nuk zgjat më shumë efekti i tij, dhe është e rëndësishme që ato ta marrin me vete një krem në xhepin e çantës nëse janë gjithë ditën në shkollë dhe nëse dalin jashtë në orarin e drekës, sidomos gjatë periudhës maj qershor që janë me rrezë ultraviolet më shumë, duhet ta riaplikojnë kremin e diellit. Dhe i kemi mësuar që nuk ka diell vetëm në verë, po ka gjatë gjithë vitit, 365 ditë. Çuditëshin kur i themi që edhe dimrit mund të digjeni nga dielli, për shembull kur shkoni për skiim. Tjetër, syze duhet i përdorin me filtrat përshtatshëm për mbrojtje nga rrezet ultraviolet, kapelet, po kapele jo vetëm trendi, po që ta kenë hijen e gjerë, të mbulojnë fytyrën edhe qafën njëkohësisht. Hijen ta zgjedhin kur luajnë, mos luajnë patjetër në diell nëse s'kan masa të tjera mbrojtëse. Hidratimin, uji është shumë i rëndësishëm. Këto janë gjëra të thjeshta, po në formë loje, quizi ne i kemi shpjeguar se si mund t'i riaplikojnë. Përveç fëmijëve, thatë që edhe tek të rinj, tek gjimnazit për shembull kemi shkuar, tek solariumet ka qenë rrezitja e qëllimshme. Pikërisht kemi shpjeguar si ndikon lëkurën e njerëzve dhe si mund na ndikojë më vonë gjatë jetës. Dhe shumë e rëndësishme të theksohet që nuk ekzistojnë, nuk janë të vërteta reklama që ky është solarium i sigurt. Nuk ka solarium të sigurt.